Dje Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës në Gjakov ka ngritur një varg shqetësimesh sa i përket sektorit të arsimit në këtë komunë, ndërsa sot zyrtarët komunal pohojnë se asnjë prej tyre nuk qëndron. Asnjëna nuk qëndron. Çdo gjë ka qenë transparente dhe deri më tash nuk kemi të paktën flas deri në këtë moment asnjë ankesë prej asnjë kandidati apo asnjë drejtori të shkollës se kemi bën ndonjë shkelje. E ata që na mbikëqyrin më shumëti është zyra e inspeksionit e arsimit në Gjakov, të cilët nuk kanë vretim, nuk kanë pas. Shkolla është e obliguar për të gjitha ata vendet të cilat nuk kanë mbulesë të hapet konkursi. Prandaj kemi vepruar konform e ligjit mbi arsimin e mesëm dhe të ulët të Kosovës dhe udhëzimeve administrative me të cilat punojmë prej momentit kur kemi filluar punën. Varaku shtoi se kushdo nga qytetarët ose përfaqësuesit e subjekteve politike që kanë vërejtje në këtë proces mund të asistojnë nëpër intervista dhe vërejtjet e tyre do të merren parasysh.